ndodhet në Dibër. Gjona, përshëndetje. Përshëndetje Juli, unë aktualisht ndodhem në KZA-zon 19 në Dibër, pikërisht të cilë e takon edhe Bashkisë të Peshkopis dhe ndodhem në KZA-zon 19 në shkollën e mesme profesionale Nazmir Rushiti, ku në fakt vetëm rreth 20 minuta më herët ka nisur edhe numërimi i votave preferenciale, ku janë pra për të numëruar 100 kuti. Në fakt do të thënë që procesi këtu pra tashmë ka nisur, siç e shihni dhe pas krave të mi ndodhen 6 tavolina ku po numërohen votat preferenciale, por gjithashtu ka edhe vëzhgues të shumë të cilët po ndjekin nga afër këtë proces. Duhet thënë në fakt që në sharkun e Dibrës nga 4 bashki e cila përbëhet ky shark, në 3 bashkitë e tjera, bashkinë e Bulqizës, të Klosit dhe Tomatit, në fakt bashkinë e Bulqizës tashmë pritet nga minutë në minutë që të nisë dhe procesi i numërimit të votave preferenciale, ndërsa sa i takon bashkisë të Klosit dhe bashkisë të Tomatit, në bashkinë e Klosit tashmë ka përfunduar ky proces dhe duhet thënë sipas informacioneve që ne kemi në dispozicion, kryeson ish kreu i bashkisë të Tomatit Agron Malaj me 4074 vota, më pas Murat Dani ka siguruar 110 vota, Daniel Gjura 29 vota, Valentina Haliti 5 vota dhe Dritan Selishta 3 vota. Ndërsa sa i takon bashkisë të Tomatit, në fakt ajo ka 47 qendra votimi, ku gjithsej deri në këtë moment janë numëruar 34, ndërsa ne disponojmë të dhënat për 15 kuti prej tyre, edhe në këtë bashki, pra në bashkinë e Matit, kryeson ish kryetari i bashkisë së Matit Agron Malaj me 2480 vota, Murat Dani me 17, Daniel Gjura me 25, Valentina Haliti me 5 dhe Dritan Selishta vetëm 1 vot. Pra deri më tani kemi vetëm këto të dhëna, ndërkohë që Bashkia e Peshkopis pra vijon tashmë numërimin, ndërsa Bashkia e Bulqizës pritet nga momenti në moment që të nisë dhe procesi i numërimit të votave preferenciale, pasi siç e kemi raportuar dhe më herët, tashmë ka përfunduar sharku i Dibrës sa i takon votave për subjektet politike, ndërkohë që pritet patjetër që të dalë dhe përfundimisht dhe rezultati sa i takon votës së diasporës, pasi aktualisht sipas përditësimit të KQS-s, sa i takon votës së diasporës në sharkun e Dibrës, nga 7495 darve të mbërritura janë numëruar 1067, ku PD-ja ka siguruar 288 vota, ose të ndryshe 27.43%, ndërsa Partia Socialiste ka marrë 670 vota, ose të ndryshe 600 ndërsa të në përqindje 63.81%, ku edhe këtu kryeson me plus 382 vota Partia Socialiste. Okej, Gjana Çallaku nga Dibra, faleminderit për raportimin, ndërkohë jemi gjithmonë në pritje të mbledhjes dhe të vendimit të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve.